Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë padyshim Allahut fuqiplot, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur teleshikues të televizionit Koha, mirë se po takohemi edhe këtë vit me një program të organizuar enkas për ju nga Miftinia e Tetovës. Podcasti Reflektime Ramazani, 29 ditë, 29 mesazhe dhe ne sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme, sinqeriteti në Islam, që është një nga themelet më të rëndësishme të besimit tonë. Dhe këtë temë kemi nderin që sot ta shtjellojmë me teologën e nderuar Sanie Tahiri. Mirë se na erdhët, nder dhe kënaqësi t'ju kemi në podcastin tonë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. E nderuara teologe, ne vedim se tema e sinqeritetit është një temë mjaft të rëndësishme për ne si besimtar. A mund të na tregoni diçka më tepër për sinqeritetin, pra për vlerën e sinqeritetit dhe çfarë shpjegon Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam në lidhje me sinqeritetin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut fuqiplot, ndërsa salatet dhe selamet qofshin mbi profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot kemi zgjedhur të flasim për një temë e cila nuk lidhet me gjuhën apo veprat e jashtme, por lidhet me zemrën e njeriut. Besimtari duhet t'i kushtojë një rëndësi zemrës dhe anës së brendshme, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se në trupin e njeriut është një organ, që në qoftë se është të mirë ai organ, i gjithë trupi do të jetë i mirë, dhe në qoftë se është i prishur ai organ, i gjithë trupi do të jetë i prishur. Dhe kuptohet që ky organ është zemra. Dhe që të kemi një jetë të qetë dhe pa probleme, duhet të kemi një zemër të qetë dhe pa probleme. Që gjuha jonë të flasë vetëm fjalë të mira, duhet të kemi një zemër të pastër. Që këmbët tona të mos ecin pos një gjëra që janë halal, kuptohet që duhet të kemi një zemër të pastër. Prandaj të gjitha pjesët e trupit janë të lidhura me një organ të vetëm, i cili është zemra. Dhe në qoftë se është e prishur zemra, të tillë do të jenë edhe organet të tjera. Për këtë arsye, muslimani duhet që ta mbajë zemrën e pastër. Ndërsa sa i përket sinqeritetit, se çfarë është sinqeriteti? Sinqeriteti do të thotë që njeriu të pastrojë qëllimin e tij dhe çdo vepër të cilën e bën ta bëj për hir të Allahut, pa lavdrim, famë apo përfitim nga njerëzit. Dhe fjala ihlas vjen nga pastrimi, pra të pastrosh zemrën nga çdo qëllim tjetër përveç Allahut. Dhe këtë më mirë e shohim te një hadith i pejgamberit ku thotë se veprat vlerësohen sipas qëllimit dhe secili do të shpërblehet sipas qëllimit të tij. Ky hadith është shumë i rëndësishëm, saqë disa dietarë thonë se gjysma e fesë sillet rreth tij. Prandaj për një musliman nuk mjafton që ta bëj vetëm veprën e mirë. Duhet që të ketë edhe qëllimin e drejtë. Dy njerëz mund të falen në të njëjtin saf, në të njëjtën kohë, por njëri nga ana e Allahut mund të shpërblet shumë, pak ose edhe as pak. E pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ata nuk e kanë zemrën e njëjtë. Dhe në fund ne mund të mbi vlerën e sinqeritetit mund të përmendim një ajet kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot:
Kul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahu-d-din. Thuaj, unë jam i urdhëruar që ta adhuroj Allahun dhe të jem i sinqert në adhurimin ndaj tij. E nderuara teologe, por pse sinqeriteti është kaq i rëndësishëm për pranimin e veprave tona të cilat neve i veprojmë tek Allahu xhaleshanuhu? Po, Allahu i madhërisëm na tregon në qartë në Kur'an se qëllimi është baza e adhurimit. Dhe këtë më mirë e vërteton ajeti kuranor ku thuhet se wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Nuk ishin të urdhëruar tjetër, pos që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë. Allahu nuk ka nevojë për veprat tona, ndërsa ne kemi nevojë që veprat tona të pranohen. Dhe një vepër pa sinqeritet mund të duket shumë e bukur nga jashtë, mirë po tek Allahu ajo është të bosh. Ndërsa një vepër e vogël me një zemër të pastër do të peshoj shumë në ditën e gjykimit. Kur përmendet Jusufi a.s. në Kur'an se si shpëtoi nga imoraliteti, thekson se ishte ai që e ruajti atë. Ose kur shohim pozitën e Musain a.s. që kishte një pozitë, që arriti pozitën e lartë. E si arriti këtë pozitë? Nuk e arriti ndryshe, pos me sinqeritet. Dhe mund të apim një shembull kur një herë një shok shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O pejgamber, ta në qoftë se unë nisem për në xhihad, do më thënë në luftë, dhe kam si për qëllim të marr plaçk lufte, dhe të thuhet nga unë që isha një trim, a do të shpërblehem për këtë gjë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha jo. Sepse një vepër mund të pranohet vetë se atë e ke bërë për hir të Allahut dhe kërkon shpërblimin prej Allahut. Dhe që të pranohet një vepër duhet t'i plotësoj dy kushte. E para është që të jetë për hir të Allahut dhe e dyta të jetë brenda kufive të lejuar. Brenda kufive të lejuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith të thotë kështu: Zoti e caktoi të mirën edhe të keqen. Dhe kush niset që të veprojë diçka të mirë dhe nuk e vepron, ajo do të shkruhet si një e mirë. Dhe kush niset që të veprojë diçka të mirë dhe e vepron, tek Allahu do të shkruhen sa 10 të mira. Prandaj mund të themi se sinqeriteti është kusht që veprat të pranohen tek Allahu. Dhe pas sinqeritet, adhurimi e humbet shpirtin e tij. Dhe muslimani çdo herë duhet që ta kontrollojë veten e tij, se a thua vallë këtë vepër unë që e bëj, a e bëj për hir të Allahut apo vetëm që apo e bëj që të më lavdrojnë njerëzit. Se përshtytë të njerëzve. E nderuara teologov, ju na theksuat kaq bukur neve vlerën e sinqeritetit, por a mund të na tregoni si mund ta kultivojmë ne sinqeritetin në jetën tonë të përditshme, apo cilat janë ato hapa të cilat ne duhet t'i ndërmarrim që veprat tona të jenë për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe të kenë një jetin e pastër? Ajo që të çon drejt sinqeritetit dhe të bën të hysh në derën e tij është niyeti. Pra qëllimi i mirë. Këtë më mirë e vërtetoj me një hadith të pejgamberit ku thot: veprat vlerësohen sipas qëllimit dhe secili do të shpërblehet sipas qëllimit të tij. Dhe kush ka emigruar për Zotin dhe për pejgamberin, pra dhe shpërblimi do të jetë për hir të Zotit dhe pejgamberit. Dhe kush ka emigruar për diçka tjetër të kësaj bote ose që të martohet me ndonjë grua, emigrimi i tij do të jetë për atë të cilën ka emigruar. Dhe pejgamberi këtë hadith e tha kur një burr pra kishte emigruar prej Mekë për në Medinë vetëm për të martuar me një grua dhe jo si bindje ndaj Zotit dhe pejgamberit. Dietarët thonë se një vepër të vogël të mirë mund të ta zmadoj
qëllimi i mirë dhe një punë e madhe mund ta zvogëloj përsëri qëllimi. Gjërat për të cilat nevojitet qëllimi i mirë janë 3. E para janë adhurimet, e dyta janë gjërat e zakonshme dhe e treta janë gjërat të cilat nuk i posedojmë. Kur jemi te e para, te adhurimet, këtu njeriu mund të themi se njeriu nuk e bën asnjë hap pa e bërë një jetë që atë vepër të cilën e bën për hir të Allahut. Pra një jetë duhet të jetë vetëm për Allahun. Dhe këtu mund të japem një shembull kur vdiq një shok i pejgamberit dhe njëri nga banorët e Medines i tha tjetrit: "A do të vish që të marrish pjesë në varrimin e filanit?" Ai i tha se më duhet që të mendohem. Dhe kur e pyeti i pari se pse u desht kaq shumë që të mendohesh, atëhera ju përgjigjta: "U ndala për të rregulluar qëllimin se përse po shkoj." Për një vepër, 2 veta ose 2 njerëz shpërblehen ndryshe. Dhe grupi i dytë, te ky grup dietarët thonë se qëllimi i mirë e kthen diçka të zakonshme në adhurim. Dhe si ndodh kjo? Për shembull, shumë student sot studiojnë që nesër të punësohen dhe të kenë një të ardhme më të mirë, ndërsa një student musliman nuk e ka këtë qëllim. Ai thotë që nesër dëshirojnë që të arrijë një pozitë të lartë shoqërore, të cilën do e shfrytëzoj për t'i thirrur njerëzit në Islam. Dhe në qoftë se e ka këtë qëllim, do të shpërblehet për secilën shkron që e lexon. Dhe e fundit ishte gjërat të cilat nuk i posedojmë. Do të theksoj vetëm një hadith të pejgamberit, ku pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë kështu: kush i kërkon Allahut me sinqeritet që të vdesë si shahid, Allahu do t'ja jap atë gradë edhe sikur të vdesë në shtratin e tij. Tani më vetëm se kuptova atë rëndësinë e sinqeritetit në veprat tona, a mund të na thoni si do të na i llogarit Allahu xhaleshano ato vepra, ndoshta me dijen apo pa dijen tonë neve i bëjmë për hir të tjerëve dhe jo për hir të Allahu xhaleshanohu. Pra si mund ta kuptojmë rëndësinë e sinqeritetit në vlerësimin që Allahu xhaleshanohu bën për veprat tona të cilat neve i bëjmë? Po, shumica e dietarëve thonë se nëse e bën një vepër që të shohin ose të lavdrojnë të tjerët, dije se nga ajo vepër nuk do të përfitojsh asgjë. Dhe kush e bën një vepër për hir të Allahut, nëse një vepër do me thënë e bën për hir të Allahut dhe papritmas e ndjen që dikush po të vëzhgon dhe ti në ato moment të fillon që të falesh më mirë dhe të jesh më shumë i përkushtuar në namaz, dije se tek Allahu do të shpërblehesh vetëm për atë pjesë të cilën e ke bë për hir të Allahut. Dhe nëse syfaqësia është më shumë se sinqeriteti, ti do të dëshkohesh për atë pjesë që është më shumë se sinqeriteti. Këtu do të përmendim një ajet kuranor ku Allahu xhaleshanu thotë kështu: "Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." E kush punoi ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjej, dhe kush punoi ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjej. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem syfaqësinë e barazon me shirkun dhe thotë se ajo hyn në trupin e njeriu pa ndjer. Ashtu sikur se lëviz një milingon në një natë të errët mbi një shkëmb të lëmuar. Mund të hapim një shembull të shkurt, dhe ky shembulli është me Abdullah ibn Omerin, kur e pyetën se pse po qan, se i thanë ti gjatë gjithë jetës tënde ke bërë vetëm vepra të mira. Tha, unë po qaj sepse më kujtua një ajet ku Allahu thot veprat nuk pranohen pos vetëm prej të sinqertëve. Dhe përderisa ti ke frikë rreth sinqeritetit për veprat tua dhe të mundohesh që të përsosësh ato, dije
që je i sinqert. Dhe një musliman një vepër, kur e vepron një vepër, e bën vetëm për hir të Allahut dhe nuk ja tregon askujt. Pra të mos e di askush tjetër përveç Allahut. Dhe një dietar thot kështu, se sinqeriteti është një sekret ndërmjet Zotit edhe robit, dhe Zoti nuk ja tregon as me legve që ta shkruan dhe as shejtanit që ta prish. Faleminderit për këtë shpjegim kaq të thellë dhe të bukur, dhe neve na bën të kuptojmë se sinqeriteti nuk është një vlerë të cilën ne ruajmë vetëm për veten tonë, mirë po është një udhëzim që na ndihmon që veprat të cilat neve i bëjmë të jenë për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe padyshim të jenë të pranuara tek Allahu xhaleshanuhu. Sa u përket shembujve në lidhje me sinqeritetin, padyshim ne do të marrim gjeneratën e parë, gjeneratën e sahabëve në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët kanë qenë të sinqertë. A mund të na tregoni ju ndonjë shembull në lidhje me sinqeritetin e sahabëve në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam? Po, sa i përket shembujve, kemi shumë shembuj. Mirë po, ne do të cekim vetëm disa prej tyre. Si shembulli i parë, mund ta përmendem një shembull me një grua, e cila ka qenë gruaja e Imranit. Dhe Allahu xhaleshanuhu thot kështu: përkujtoju kur gruaja e Imranit pa thënë: o Zot, unë këtë që kam në barkun tim, vendosa që ta kushtoj thjesht vetëm për shërbimin tënd. Andaj pranoje këtë prej meje. Dhe nga ky sinqeritet erdhi në jetë Meriemja, nëna e Isait alayhis salam. Ndërsa mbi sinqeritetin e sahabëve, mund të përmendim kështu një shembull kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që njëri të jepet plaçk lufte pas përfundimit të luftës, dhe ati që do t'i jepe plaçka i kishte ngelur shumë hatri, dhe shkoi te pejgamberi dhe i tha: o pejgamber, tha, unë nuk të kam ndjekur ty vetëm që të marr plaçk lufte, tha, unë të kam ndjekur që të më qëlloj një shigjet nga fyti dhe të del tek qafa. Dhe pejgamberi i tha: në qoftë se e ke këtë me sinqeritet, dije që Zoti do ta jap. Dhe këtë sahabe e sollën të vdekur, dhe me të vërtet e kishte goditur një shigjet nga fyti dhe kishte dalë të qafa. Dhe kur pejgamberi e pa se ishte ai sahabi i cili kishte dëshiruar diçka me sinqeritet, pejgamberi tha kështu: Zoti e pranoi, tha, dëshirën e tij, dhe për atë Zoti ja dha atë që deshti, sepse ishte i sinqert, tha, u tregua i sinqert, dhe kjo ka qenë sinqeriteti i sahabëve. Shembull tjetër për sinqeritetin mund të japim edhe sinqeritetin e vet pejgamberit, i cili është shembull për çdo që kërkon sinqeritet. Dhe atua vallë se ku shihet sinqeriteti te pejgamberi. Ne sinqeritetin e tij e shohim në çdo hap. Mirë po, këtu do ta përmendim një lutje të tij, e cila ishte shumë e sinqert. Dhe pejgamberi lutet çdo herë kështu, thonte: o Zot, falënderimi të takon vetëm ti. Ti je poseduesi i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që ekziston mes tyre. Unë mbështetem tek ti, kërkoj që të o Zot, unë kërkoj që të mbështetem tek ty e kam shpresën, për ty luftoj dhe me fjalët e tua gjykoj, prandaj më fal mua. Kjo ka qenë lutja e pejgamberit, ku çdo musliman mund ta merr si shembull dhe ta përsëris shpesh këtë lutje të cilën e ka bërë pejgamberi. Faleminderit shumë për këtë shembull kaq të bukur dhe frymëzues, dhe ne duke ditur se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, a mund të na tregoni se si na ndihmon sinqeriteti që ne të reflektojmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe si mund ta bëjmë ne Ramazanin një mundësi që sinqeriteti në veprimet tona dhe në lidhjen tonë me Allahun xhaleshanuhu pra të jetë i pastër dhe për hir të Allahut xhaleshanuhu. Në Ramazan, sinqeriteti veçanërisht shfaqet në adhurime të fshehta, si agjërimi, lutja apo sadakaja. Ndërsa sa i përket agjërimit, agjërimi është shembulli i qartë i ihlasit, i sinqeritetit, sepse
vetëm Allahu e di në qoftë se njeriu po agjeron ose jo. Kjo e mëson besimtarin që të jetë i sinqert edhe kur askush nuk e sheh. Këtu do përmendim një hadith ku thuhet se agjërimi është i veçantë dhe unë do të shpërblej për të. Kjo do të thotë se shpërblimi i agjërimit është i veçantë sepse lidhet drejt për drejt me sinqeritetin. Dhe kjo na mëson që të jemi të njëjtë. Kur jemi vetëm, mirë po edhe kur jemi në mes të njerëzve. Dhe në fund mund të themi se në qoftë se ti je i sinqert, pra sinqeriteti e pastron zemrën, e forcon lidhjen me Zotin dhe e bën besimtarin të qëndrueshëm në besim. Dhe ne vetëm se më po i afrohemi fundit të kësaj bisede kaq të bukur dhe frymëzuese. E nderuara teologë, cili do të ishte mesazhi për fund të kësaj teme për teleshikuesit tanë? Si fund ne mund të japim shumë mesazhe, mirë po kështu vetëm disa mesazhe të thjeshta dhe mendoj se secili do t'i merrë parasysh dhe secilin do i dritet sadopak zemra dhe do të jetë i sinqert. Kur jemi te sinqeriteti në Islam, e dim se është thelbi i çdo adhurimi dhe i çdo vepre të mirë. Prandaj nuk mjafton vetëm që të bëjmë vepra të mira. Mirë po, është e domosdoshme që ata të burojnë nga një zemër e pastër dhe një qëllim i sinqert për hir të Allahut. Dhe nëse robi është i sinqertë me Allahun, Allahu do e udhëzon, do e forcoj dhe do e bekoj jetën e tij. Prandaj le të mundohemi që çdo ditë të kontrollojmë në jetën tonë që veprën të cilën po e bëjmë që të na lavdrojnë njerëzit apo e bëjmë për kënaqësinë e Allahut. Prandaj e lutim Allahun fuqiplot që të na bëj prej atyre që veprojmë vetëm me sinqeritet dhe të pranohen veprat tona. Dhe faleminderit që ishim me ne, ju uroj paqë e begati. Neve ju falenderojmë shumë juve që pranuat ftesën të jeni pjesë e këtij podcastit ton. Allahu fuqiplot ju shpërblef me të mirat e tij të pafundme. Faleminderit edhe nga ju. Assalamu alaikum. Të dashur teleshikues, kjo ishte e gjitha për sot. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne dhe na ndoqët deri më tani, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.